Sara Gjordeni dhe Bardhi janë një çift mjaft i dashur për publikun shqiptar. Siç e kemi thënë dhe sërthën, Sara është mjaft aktive me fancat e saj, duke mbajtur të përditësuar. Së fundmi ka ndarë një moment interesant me ndjekësit në Instagram. Në një story të postuar në profilin e saj, ajo ka bërë një pyetje që ngjan një peticioni të heshtur, duke kërkuar që Bardhi të rikthehet tek baladat e tij të dikurshme. Peticion që Bardhi të kthehet baladave me tekst demoralizues, shkatërues, krahapërës fare, shkroi Sara me një nuancë nostalgjie për stilin emocional dhe të thellë që karakterizonte këngët e hershme të artistit. Dikur i njohur për këngë që preknin telat e shpirtit, Bardhi kohët e fundit është fokusuar më shumë te këngët ritmike dhe bashkëpunimet verore. Ende nuk ka asnjë reagim nga vetë Bardhi, por ndoshta mesazhi i Sarës do të jetë një shtysë për rikthimin atyre këngëve që shkulin shpirtin, siç e kujtojnë fancat. Na duhet të rikujtojmë se Sara dhe Bardhi janë prindër të një vajze.